Ata nuk lanë pas libra, as përmendore me emra mbretërish. Por ajo që ndërtuan e sfidon kohën edhe sot. Ilirët, fiset krenare të gadishullit ilirik, ngritën kala në maja malesh, me gur sa shtëpit dhe mure që as koha si rëzoj dot. Mira vjet më para ta përdorën teknika ndërtimi që Roma do t'i kopjonte më vonë. Si është e mundur që një popull pa një perandori formale ndërtoj fortifikime aq të avancuara, sa që inxhinierët romak u frymzuan prej tyre. Kjo është historia e kalave që flasin, edhe pse ndërtuesit e tyre kanë heshtur për shekuj. Dhe ju në këtë video do të mësoni pse Roma nuk i la ilirët jashtë vëmendjes. Para se të zbulojmë sekretet që edhe vetë Roma i huazojnë nga ilirët, nëse jeni të pasionuar pas historison të lashtë dhe krenaris që e mbajmë në gjak, atëherë shpërndajeni këtë video, shtypeni pëlqimin dhe abonohuni në Histori Epike, sepse këtu ne e rikthejmë në jetë lavdin që koha nuk arriti ta fshi. Kur mendojmë për ilirët, na vjen në mendje shpata, trimëria, kënga e lahutës dhe krenaria e maleve. Dhe e përtej kësaj hieshie qëndron një e vërtet edhe më e fuqishme. Ilirët ishin ndërtues. Në një epokë ku shumica e popujve jetonin në vendbanime të thjeshta, ilirët po ngritnin kështjella me teknika që sfidonin kohën. Çdo gur që ata vendosnin kishte një qëllim. Çdo mur që ngrihej kishte një plan. Nuk ishin fise të shpërndara parend, por komunitete të organizuara, me dije të trashëguara brez pas brezi. Ata kishin kuptuar rëndësinë e terreneve të larta, të luginave strategjike, të burimeve të ujit dhe të rrugëve tregtare. Dhe mbi të gjitha kishin kuptuar se forca e një populli matet edhe në themelet që lë pas. Kjo nuk është legjend. Kjo është trashëgimi që ende qëndron në këmbë. I fshehur në kodrat afër qytetit të Stolacit në Bosnjë e Hercegovinë, ndodhet një vend që shumë pak e njohin sot. Daursoni. Një emër që do të duhej të ishte në të gjitha librat e arkitekturës dhe historisë së lashtësisë. Ishte kryeqyteti i fisit ilir Daursët, një fis i civilizuar që kishte monedhën e vet, artin e vet dhe mbi të gjitha një sistem mbrojtjeje që të lë pa fjalë. Muret ciklopike të Daursonit janë të ndërtuara me bloqe gjigante guri, të bashkuara pangjetës, por me një precizitet të tillë që as thika nuk futet mes tyre. Arkitektura e tyre i ngjan ndërtimit të qytetit të lashtë Mikena në Greqi, por Daursoni është më i madh, më i fortë dhe më strategjik. Këto nuk janë thjesht mure, janë manifestime të dijes dhe forcës ilire. Edhe sot arkitektët modern pyesin veten, si i ngritën, si i transportuan këta gur. Askush nuk ka një përgjigje të qartë. Por ajo që dihet është se këto kështjella u ngritën para se Roma të kishte ndonjë ndikim në këto troje. Shkojmë më në jug, pranë Tiranës, dhe atje në maje të një kodre të lartë, qëndron një tjetër dëshmi e gjallë e gjenisë ilire, Kalaja e Përsqopit. Daton nga shekulli i 4 para erës sonë dhe për nga ndërtimi është një shembull klasik i fortifikime me teknikën emplekton. Kjo teknik përfshinte ndërtimin e dy mureve anësore me bloqe të mëdha guri, ndërsa hapësira në mes mbushej me materiale të përziera me beton të hershëm. Duket si diçka që do ta kishte shpikur Roma, apo jo? Gabim. Ilirët po e përdornin këtë teknologji shumë përpara se romakët të shfaqeshin si mjeshtër ndërtimi.
Këto mure arrin 7 metra në lartësi dhe gati 3 metra në trashësi, të afta të përballojnë jo vetëm armikun, por edhe shekujt. Persqopi nuk ishte një fortesë lokale. Ishte pjesë e një sistemi më të madh, një rrjet i mbrojtës të projektuar me mjeshtëri. Roma më vonë jo vetëm që do ta përdorte këtë teknik, por do ta përvetësonte si romake, duke harruar se ishin ilirët ata që e kishin shpikur të parët. Shpesh na paraqesin ilirët si fise të ndara, pa bashkim, pa shtet, por kjo është një padrejtësi historike, sepse faktet flasin ndryshe. Nga Vërboci në Kosovë, në rizonin e Malit të Zi, në Karaburunin e Shqipërisë, e deri në qytetet ilire të Dalmacisë, kemi një rrjet të tërë fortifikimesh që formonin një sistem të organizuar strategjik. Këto nuk ishin vetëm kështjella për mbrojtje, ishin qendra kontrolli, sinjalizimi, grumbullimi dhe komunikimi. Vendosja e tyre nuk ishte e rastësishme, por e planifikuar për të mbrojtur aksesin në rrugë malore, lumenj, porte detare dhe zona ekonomike. Në fakt, shumë nga këto fortesa ndodhe në të njëjtat pika ku romakët më vonë ndërtuan kështjellat e tyre. Por jo nga fillimi, mbi bazamentet që u lan ilirët. Kjo është një fakt që historia zyrtare shpesh e anashkalon. Kur Roma pushtoi Ilirin, ajo nuk solli vetëm legjionet e saj. Ajo erdhi me sy të hapur për të parë, për të mësuar, për të marrë. Në shumë zona të Ballkanit të sotëm, romakët gjetën sisteme fortifikimi që i lanë të habitur. Ata nuk i shkatërruan, përkundrazi, i ripërdorën, i përforcuan dhe i përvetësuan. Nëse shikon disa nga fortifikimet romake në Ballkan, do vëresh se ato janë ndërtuar në të njëjtat forma, me të njëjtin model dhe në të njëjtat pika strategjike si ato të ilirëve. Kjo nuk është rastësi. Ky është akt njohjeje, edhe pse i pashpallur ndaj mjeshtërisë së ndërtimit që ilirët kishin ndërtuar përpara tyre. Historia është si një mozaik, çdo copëz ka rëndësinë e saj. Por kur copëzat më të ndritshme i fsheh ose i zëvendëson me të tjera, mozaiku humbet vlerën. Kështu ka ndodhur me historinë e ndërtimit në Gadishullin ilirik. Ilirët nuk ishin thjesht banorë të maleve dhe luginave. Ata ishin arkitekt të epokave pa emër, strateg të territoreve të egra dhe ndërtues të paepur që ngulen gurin në dhe para se Roma të lindte. Në gurët e Dorsonit, në muret e Persqopit, në fortesat e Dardanis, jeton një e vërtet që nuk mund të fshihet më. Roma i pa këta ndërtimtar dhe mësoi prej tyre. Ndaj kur dikush të thotë se gjithçka nisin nga Roma, kujtoja se para saj në kodrat dhe fushat e Iliris, dikush tjetër kishte ndërtuar të ardhmen. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.